Atëherë kemi ardhur, kanë kaluar 12 orë dhe jemi rikthyer të bëjmë tharmin, brumin më saktë, se nuk është bërë akoma tharmin e ri. Si gjithmonë unë do të marr një lugë, unë vëre se ka një farë shenje të vogël, disa fluska, por kuptohet është fillimi dhe nuk ka shumë. Si dje kam marr ujin, i kam futur rreth një filxhan e gjysmë ujë të filtruar gjithmonë. Unë lag pak lugën, do të marr nga brumi që kisha më përpara, gjithmonë marr nga poshtë e heq atë pjesën lart se ajo krijon një si farë oksidimi. Ja, unë mora një lugë, edhe pak më shumë do të marr që të kem ta shtoj edhe pak brenda të shtoj argjentin e fermentimit. Këtë do ta lëm, do ta hedhim si zakonisht, ndërsa këtë e përziej derisa të tretet. Keni parasysh se gjithmonë nuk do të shihni në fillim shumë aktivitet dhe diçka tjetër. Për një rezultat më të mirë, nëse keni të merrni një lugë me miell thekre ose të përdorni një herë po, një herë jo, kur bëni ushqimin, të përdorni miell me hime. Edhe ajo ndihmon si zakonisht në thartimin e brumit. Unë do t'i hedh 2 lugë, ndoshta 2 lugë e gjysmë, se po e shikoj paksa me sy që nuk është tamam. Do ta përziej. Gjithmonë përpiqem që ta përziej sa më mirë, që të përzihet mielli me ujë dhe të mos mbeten kokra, topta të vogël brumi. Ja, pothuajse mbaruam. Kemi marrë konsistencën e duhur që dëshirojmë dhe unë nuk kam nevojë t'i hedh miell më shumë. Kësaj radhe, duke qenë se nuk ka shumë aktivitet për momentin, unë do ta lë brumin të rri 24 orë në vend të 12 orë. Dhe kjo do ta zgjas një çik procesin, por duke qenë që fermentimi tani ndodh shumë i ngadalt, është besoj që do të jetë më mirë kështu. E kemi bërë brumin, tani do ta mbulojmë sërish me një nap që merr frym dhe do rikthehemi nesër pas 24 orësh ta ushqejmë.